Jemi rikthyer, do të flasim për Kosovën, zgjedhjet që mbahen ditën e diel dhe se çfarë do të bëj këtë herë Albin Kurti. Sigurisht shumica merret, por a mjafton? Ai mjafton vetëvendosjes. Fillimisht duhet tani çdo gjë edhe një herë nga e para, të marrë përsëri shumicën e votave, më pas të mendoj për koalicion apo të qeverisë dhe drejtoj i vetëm. Temat kryesore janë këto: kriza institucionale dhe zgjedhja e presidentit, ekonomia, punësimi dhe emigracioni, marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, dialogu me Serbinë, lufta kundër korrupsionit, roli i diasporës, çfarë ndikimi do të ketë në këto zgjedhje. Për këto do të flasim në minutat në vijim. Jam në studio në këtë çast me Adrian Urellarin, Aleksandër Çipën. Faleminderit shumë të dyve për kohën tuaj. Nuk di se sa herë mund të kem folur me të dy ju për zgjedhjet në Kosovë. Uroj që flasim edhe për temat tjera në Kosovë. Lumgoja, shpresojmë që kriza të ndërpritet edhe të futet në brazat institucionale. Si duket e vështirë? E shoh shumë të vështirë, por njerëzit e vendosin këtë në 7 qershor. Kreshnik Çollaku është me mua në një lidhje direkte, Herolind Haskaj po ashtu dhe Niq Krasniqi. Faleminderit shumë të treve për kohën tuaj. Për të mos ju marrë më shumë kohë, sepse e para njerë ju jeni të tre zyrtarisht në fushat, nuk do doja të kryoja një lloj kakofonie mediatike, do zhvilloja biseda një nga një shpejt e shpejt me ju për të dalë në studio pastaj tek debati i pikave më herët. Kreshnik, po e nis me ty. Çfarë ka ndryshe në këto zgjedhje nga zgjedhjet që kaluan? Në fakt, dhe këto zgjedhje si zgjedhjet që kaluan janë shkak të provokuara, jo në ecuri normale demokratike, por për shkak të një krize të ngërçi në krijimin e institucioneve. Çfarë është dallimi i kësaj radhe është se koha po bëhet një kundërshtare e keqe, e rrezikshme e zhvillimeve në Kosovë. Këto zgjedhje po bëhen për të zgjidhur një ngërç politik, por rreziku është i madh se ngërçi mund të rëndohet dhe koha që shkon është jashtëzakonisht në disfavor të Kosovës. Qoftë në planin e brendshëm, qoftë në profilimin e saj në arenën ndërkombëtare. Ka dhe një gjë tjetër të paparashikuar që mund ta shtoj kolapsin akoma dhe më tej të situatës në Kosovë. Në bazë të kushtetutës, Kosova mund të drejtohet për një periudhë 6 mujore nga një ushtruesit e tyre. Në këtë rast po ndodh nga kryetarja e kuvendit, por vetëm 6 muaj. 2 muaj kanë kaluar, ngel edhe 4 të tjerë, dhe në rast se Kosova projektohet kriza të zgjasë përtej ka një 4 mujori tjetër, ka një situatë pa parashikuar nga kushtetuta. Pra nuk do të ketë mundësinë më as të ketë një ushtrues të tyre për ta drejtuar Republikën. Nuk ka rrugë. Sigurisht. Pra duket se po shkon në ekstremin e një krize e cila e dëmton thelbësisht Kosovën, jo vetëm si çështje stabiliteti politik brenda, por e vënë një pozitë jashtëzakonisht të vështirë me gjithë partnerët miq, por sigurisht është një situatë komode për çdo kundërshtar të Kosovës për të konsideruar një republikë të dështuar, një republikë që nuk ka ndonjë të ngrejtë. Çfarë plani ka LDK-ja në këtë zgjedhje? Jam kurioze. Pra duke ditur gjithë këtë që ti, çfarë lloj plani ka LDK-ja në këtë zgjedhje? Duke pasur parasysh qoftë ngërçin kushtetues, qoftë rrethin vicioze quajnë disa se rrotullohen tek e njëjta skem gjithkohon, shkojnë në zgjedhje, se tani s'dua ta të bëjmë me bezdisur, shkojnë në zgjedhje, i fitojnë, nuk bëjnë dot shumicën, kthehen mbrap, shkojnë prapë në zgjedhje, i fitojnë, e bëjnë shumicën, po s'kan shumicë për president, kthehen prapë. Mesa si dilet nga kjo? Shikoni, LDK-ja në këto palë zgjedhje po vjen në një mbase situata më specifike është e LDK-s. Nga një LDK kaluar një kalvar shumë të gjatë dobësimi po dhe ndarjesh, po vjen një LDK e bashkuar, që përpiqet të ripropozohet në ato kolona që me thënë drejtën e kanë bërë shtetin e Kosovës, Republikën e Kosovës, të pro-atlantizmit, pro-perëndimit, pro-shtetit dhe sëritetit të tij. I thirremi Rrugovës dhe shpeshherë mendoj ka dhe polemika pse Rrugovës. Nuk është çështja e Rrugovës si përkatësi partijake apo ka shi një lideri. Por modeli që u projektoi Ibrahim Rrugova, një republikë të Kosovës, në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara, në miqësitë përhershme dhe perëndimin, një Kosovë sipas modelit Rrugovës, që është aftë të ndajë shtetin nga pushteti, është pikërisht çfarë ajo Kosova sot ka nevojë të përqafojë. Pra është modeli kundra një modeli autoritarist, një modeli që po i ngjan gjithmonë më shumë enverizmit në Shqipëri, një modeli i cili kërkon uzurpim pushteteve,
që nuk ka asnjë lloj kuraje, nuk ka asnjë lloj tundimi apo frike të shpallë një lloj vetë izolimin nga perëndimi i Kosovës. Pra pikërisht të dy modele po përplasen sot në Kosovë. Sigurisht LDK-i propozohet me një reflektim të thellë, me një bashkim të madh, dhe patjetër në kundërshtim të asaj çfarë ju thatë, nuk do të vijë asnjë bazë kur do të ketë fituesi të zgjedhjeve. Unë besoj që Kosova... Jo, unë kur pyeta, nuk dua të vjetë bazë kush fiton. Unë dua të pyes, a ka një lloj skenari për koalicion, për bashkëpunim? A ka, nuk di, frym bashkëpunim? Unë mendoj që parlamenti i ardhshëm do të jetë shumë i balancuar politikisht. Dhe sigurisht, partitë shqiptare kanë detyrën patriotike dhe historike të gjejnë fuqinë për të për të kthyer në shinat e një Kosove normale, ku të gjehet mundësia jo për interesin e pushtetit, apo të një qeverie, apo një karike presidenti, por të gjehet forca për shpëtuar Republikën, se çfarë po ju thoja këtu nuk rrezikohet me një pushtet, apo një forcë politike. Tu rrezikon të futet në kolaps e Republika. Dhe ky është një dëm i jashtëzakonshëm që i bëhet Kosovës. Kuptoj. Meqense janë të tre kandidat, do ju lutesha Çipa dhe Adrit më ndihmoni me nga një pyetje, këtë herë për Kreshnikun. Çipa. Mendon se është realizuar bashkimi i LDK-s sepse diversiteti brendshëm i saj ka qenë një nga pengesat më të mëdha për procesin bashkues së vetë LDK-s? Shiko, LDK ka kaluar një kalvar të gjatë ndarjesh në fakt. Dhe patjetër ky moment që është një moment bashkimi ka dinamikat e saj. Nuk përjashtoj nuk ndodhi në një ditë, procesi nuk mund të shërohet totalisht në një ditë. Por beson në perceptimin tim, në masën e tij më të madhe, është një proces i mirë pritur në LDK, pavarësisht mendimeve të ndryshme apo vlerësimeve të ndryshme për momente të caktuara të këtyre përplasjeve, por sensi i përgjithshëm në LDK është që ne duhet bashkohemi sepse Kosova duhet të shpëtohet. Dhe bindja është se mund të shpëtohet pikërisht për këtij modeli i cili LDK promovon fort, për cilin të gjitha palët, edhe pse mund ta mendojnë ndryshe ngjarje ndryshme në zhvillime politike. E mendoj ky modeli i rrugovizmit politik, i një qartësie strategjike në marrëdhënie dhe perëndimin me SBA-n, të një qartësie në administrimin e shtetit dhe pushtetit, pra ndarjen shtetit dhe pushtetit. Tu janë të gjithë dakord. Pastaj sigurisht ka dinamika, procesi ka ndodhur shumë shpejt, sigurisht ka tendencë të zgjerohet, por mendoj që faza kritike është kaluar dhe është mirë pritur nga gjithë mbështetësit e LDK-s. Adri. Vitin e kaluar dhe me gjasa rezultati i qershorit do jetë ngjaj shumë rezultatit të shkurtit, sepse fatkeqësisht në këtë kohë krizash edhe që cilat nuk janë rastësore, Kurti e ka dalur që të shmangi përgjegjësinë e tij ndaj dështimit e skandaleve dhe paaftësisë për qeverisur, dhe ka mbajtur relativisht konstant, siç e pamë edhe jetor, popularitetin. Por nëse do kemi deja vu të shkurtit, dhe kjo është pyetja kryesore, a do vazhdoj, po themi LDK-ja që të blokoj një alternativë qeverisë opozitare, sikur se ndodhi vjet, apo do kërkoj sërish qeveri teknike, apo Kjo është e qartë pyetja, po. Do të thënë se gjasa të mëdha që Kurti nuk do ta bëjë dot qeverinë. Cilë skenari që do zgjedhë, po. Bashkëpunues apo bllokues? Kaq është ideja. Unë Adri mendoj që krahasimi i Kurtit me Shkurtin është shumë entuziast, të presim mbase ndodh. Ka disa projekcione që ndjerën edhe më dobët se Shkurti, por megjithatë po pastaj prapa ai do jetë partia e parë. Ne këtë e dim gjë. Ta shohim, ka ca projekcione që nuk janë aq optimiste, megjithatë nuk po e vëmë këtë temë tani. Sa herë kemi dëgjuar këtë. Jo, unë jam i bindur që gara këtu është për ta bllokuar atë që të shtjeri në dorë tëra institucionet në mënyrë kapilare, domethënë, edhe që gradualisht të çmontojë atë sistem që nuk duket që nuk e beson Çollaku që do ndodh kjo gjë. Jo, pastaj takon me fola ashtu, po është nevojë historike e Kosovës. Por mundet, por nuk hyn ato entuziastët që mund të bëjë gjë. Çdo gjë ndodh, Kosova ka votues inteligjent dhe patriot. Por unë mendoj në përgjigje pyetjes së Adrit. LDK sigurisht do t'i qëndrojë parimeve të saj të përgjegjësisë lartë ndaj Kosovës. Pavarësisht të situata të tjera kanë qenë keq kuptime midis opozitës, është detyrë e LDK-s të shtrojë rrugën dhe shtratin drejt marrëveshjeve të mëdha historike që ndihmojnë Kosovën, që shpëtojnë Republikën e Kosovës. Sepse këtu po hymë në një fazë që jashtëzakonisht të rrezikshme mbas qershorit dhe mbas shtatorit. Kështu që patjetër LDK është sjell me përgjegjësi shtetërore gjitha dënën e saj
dhe patjetër do të jetë edhe në këtë rast Okej, Kreshnik, jam kurioze të bëj një pyetje totalisht të hapur që diskutimin lidhet për çdo lloj kompromisi dhe marrëveshje politike me këdo për të shërbyer Republikës. E more përgjigjen. Okej. S'do jem bllokus. Tani, Çollaku nga ndryshon që ma hapet tem tjetër me këtë që ngeni gatshëm për bashkëpunim, do me thënë, po, do jetë në një moment të dytë këtë diskutim. Nga ndryshon fushata, mënyra e të bërit politik në Kosovë me në Shqipërim, trego pak, si të shdukur? Çfarë pyetje më ke bërë? Dëgjoj, më beso, unë që i kam përjetuar në palës fushatat në Shqipëri, kjo e Kosovës hyn në fushatat në perceptimin e tyre më të ashpra, po mua më duket akoma një fushat rozë në kuptimin e përmbajtjes. Një fushat e mirë, në Kosovë ende mblidhen njerëzit dhe ti u flet dhe ndanin ide, dhe dikush është me ty, dikush të kundërshton, por është prapë demokratike dhe politike. Fushatat në Shqipëri është një luftë e përditshme për të mbrojtur nga blerja votës, nga kërcënimi policisë, nga kërcënimet e bandave. Ne fushatët në Shqipëri e bënim natën, sepse kishim hallë se na futeshin, kërcënonin njerëzit në përzona. Në Kosovë kjo gjë nuk ekziston dhe as nuk imagjinohet, dhe megjithëse është një fushat që ka element kritik, dhe problematik mbase, në rastin e kohë ta them se cila është, por ende Kosova mbetet një fushat demokratike e bukur, pra ti flet, komunikon. I vetmi element shqetësues mendoj unë në fushatën e Kosovës këtë radhë është ky modeli luftës hibride, huazuar apo shpikur me sukses nga Rusë, Federata Ruse në gjitha vendet e Evropës, ku kanë tentuar të rrëdhojnë lider pro-evropian, mbi 40.000 akante falso me servera ende të paraqartë nga sulmohet, disa mund të jenë jashtë Kosovës, është shenja më shqetësuese e kësaj fushate. Por prapë dhe kjo është çështje që Kosova mendoj ta zgjidhë në formë institucionale, prokuroria po e ndjek rastin dhe të interesuar janë gjithashtu edhe partnerët. Po përveç kësaj, ende në Kosovë ka fushat. Në Kosovë flitet dhe ti komunikon me njerëzit. Shqipëria është antimodeli Kosovës. Faleminderit shumë Kreshnik Çollaku dhe suksese në zgjedhje. Faleminderit dhe juve. Përshëndes. Herolind Haskaj është me mua po ashtu, kandidat për AAK-n. Herolind, deri tani po na dëgjoje. Mirëdita, faleminderit për kohën tuaj. Po marr shkas nga një pyetje që bëri Adri dhe morëm përgjigje nga Çollaku. Nuk jemi bllokuesa, do kërkojmë më të mirën për shtetin dhe qeverinë. AAK-ja do ishte e gatshme të bashkëpunonte me partinë fituese, s'po i vë emër dhe pse e dim për kë po flas. Atëherë përshëndetje për juve në studio aty. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, siç e dim të gjithë, ka qenë çdo herë e gatshme të jetë në shërbim të institucioneve të shtetit, pasi që ka qenë edhe një prej partive shtet krijuese, shtet formuese dhe si pasardhëse ushtrisë shëntor të Kosovës. Atëherë ne si subjekt kemi qenë çdo herë të gatshëm që jemi bashkëpunues dhe mos të kalojmë në kësi situatash në të cilat veç kemi kaluar, domethënë për më pak se një vit ne kemi përjetuar 3 procese zgjedhore. Çka më së pari Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nga dashur këto zgjedhje. Sigurisht, kjo më së keqi domethënë është për shtetarët e Kosovës, sepse është bërë shumë e tepër. Dakor, po jeni të gatshëm për bashkëpunim apo jo? Po mund të ulëm të flasim, domethënë edhe lideri jonë, sepse ne, siç e dini edhe ju, Aleanca ka kaluar në një proces zgjedhor të brendshëm partiak. Ne tani kemi kandidatin tonë Ardian Xhini për kryeministër. Lideri jonë deri tanishëm Ramush Haradinaj ka qenë çdo herë i gatshëm të ulet të bisedoj, po jo pa një marrëveshje politike. Qartë. Sepse ajo që ka dashur pushteti ka qenë të votohen gjërat ashtu siç atyre ju ka konvenu. Është interesante mënyra pa një marrëveshje politike në sistemin e interesuar. Në këto palë zgjedhje janë të gatshëm për negociata qipa. Problemi është që këto janë deklarata paraprake, pa ndodhur fushata, kur përcaktohet aritmetika e mandateve të përfaqësimit në kuvendin e Kosovës, atëherë do të shohim se cila do të jetë qasja për hisen e pjesëmarrjes ose jo në pushtete. Kështu që në këtë këndvështrim, diferenca midis së thënës së tanishme dhe të bërës së pas zgjedhjeve është diferencë thelbësore. Është kjo arsyeja pse janë përsëritur për herë të tretë zgjedhjet e parakohshme në Kosovë.
unë mendoj që spektri i partive dhe kryesisht i hises së periudhës post-zgjedhore është përcaktuese. Kosova ka ndoshta strukturën e pluralizmit të mandateve në kuvendin e saj të pakrahasueshëm me vendet e tjera të rajonit. Me Shqipërinë jo, por them edhe me dy vendje. Dhe për këtë arsye vështirësohet arritja e një konsensusi për përcaktimin e mandateve në pushtetet dhe në institucionet e larta kushtetuese të Kosovës. Ripërsëritja e këtij procesi zgjedhor, vetëm për pamundësinë e arritjes së një konsensusi për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës, është një çështje që në fakt mund të konsiderohet një ngërç unik në historinë politike të Ballkanit Perëndimor. Po thoshte edhe Çollaku më herët, tash një ngërç total. Po, por faleminderit nderuar, por kjo nuk ka qenë për fajin e opozitës, tash bëhemi real. Sepse siç e dim gjithë, domethënë ai që i ka fituar zgjedhjet ka qenë përgjegjësi e tij që t'i ftoi parti tjera shqiptare, sidomos për një marrëveshje, domethënë opozita në përgjithësi, po aleanca në veçantë ka qenë që të bëhet një marrëveshje politike. Dhe jo ashtu blanko të votohet presidenti, të votohen gjërat. Jo, e dim se funksionon dhe është ndjekur, nuk është se nuk është ndjekur e gjithasi si procedurë. Vetëm një kureshti që mbetet me akën është a do ta ruaj masën e mandateve që ka pasur në kuvendin e ri, se ky është pretendimi tek e fundit. Atëherë ne, domethënë, tu po vrehet fryma shumë e mirë, siç e potencova, domethënë ne kemi kaluar një proces zgjedhor dhe fryma për mbështetjen e Aleancës për Arbërinë e Kosovës është shumë e madhe, shumë e mirë, edhe ne po besojmë që përfaqësimi jonë në numra në kuvend do të jetë shumë i madh se radhë. Adri, pyetje ke për akën? Jo, unë thjesht mendova që duket qartë si që Kurti me vedije po çon vendin në një prag kolapsi, sepse po afrohen afatet e i vakumit kushtetues. Kostoja është jashtëzakonshme në shumë aspekte, në aspektin e ekonomisë, në aspektin e investimeve të huaja, në bllokimin e fondeve të parashikuara për Kosovën në kuadër të Bashkimit Evropian, në paralizim procesit integrimit në një kohë që është shumë e favorshme për Kosovën për të ecur përpara, sepse ne kemi parë një tjetër perspektivë europiane. A mos ka ardhur, dhe nëse shikojmë prapë që kjo krizë ripërsëritet, a mos ka ardhur koha që sikurse në Shqipëri kur bllokohen rrugët institucionale, shkojnë njerëzit e protestojnë, a mos ka ardhur koha që opozita të dalin në sheshit e protestojë, ashtu sikurse veta AK-ja bashkë me Vendosin dhe partitë të tjera para 10 vjetësh. Po jo, po përqese retorika përdesa është kaq e rënd. Domethënë ne jemi duke shkuar në një vakum institucional. Kemi pas tentativat. Njerëzit duhet të çohen, të ngrihen dhe po nuk mund të çohen ata nëse thua fjalën më të rëndë mundshme shkon pushime. Domethënë këtu duhet rritur zhiva e termometrit, sepse të thuash që është situata katastrofike dhe mandej të shkosh në pushime sikur s'ka ndodhur asgjë. Dhe të presësh pasaj që të vi të zgjidhit punën gjykata kushtetuese ose ndonjë diplomat, edhe me shkruar proces zgjedhor, të duket qarta se një sjellje jo konstruktive, përkundrazi një sjellje destruktive të dëmshme për Kosovën, që po përfiton nga një farë mënyre një butësi, edhe në fund AK-ja ka qenë në zemër të protestave para dhimbjes për demarkacionin, kështu që ka dhe takat edhe përvojë me bë protesta. Ka përshtypjen që nëse kjo zgjedhje nuk sillin me rrugë institucionale një zgjidhje për shkak të papërgjegjshmërisë dhe mungesës së vullnetit të Kurtit, ka përshtypjen opozita do të mendojë seriozisht të dalë në protesta. Haskaj, e mendoni këtë? Po. Atëherë faleminderit, siç e dim, domethënë Aleanca po ka qenë pjesë e protestave më herë për disa kauza, por tash jemi sinqert, kjo situata me to që ka ndodhur tani kur një parti politike fiton shumicën në kuvend dhe nuk arrin të shtyjë përpara disa procese, tash edhe për politikën kjo është situatë e re. Sepse siç e dim në situatat e mëhershme, partitë shqiptare kanë ditë të bëjnë kompromise, merren vesh për pushtetet, për nuk kanë pasur interes për zgjidhje situate, thua. Nuk ka pasur interes nga partia e parë, sepse e dim, ajo i ka pas gjitha dhe ka synuar të ketë gjitha pushtetet. Domethënë kjo në një shtet demokratik, siç është Kosova, është problem të jetë e realizueshme. Qartë.
Mirë, diçka të fundit, përpara se të të falenderoj? Haskaj? Jo, ne presim që të kemi mbështetje shumë të madhe, ne jemi shumë të gatshëm që të jemi bashkëpunues dhe të jemi pjesë e ndërtimit të institucioneve, nuk jemi të interesuar që, domethënë ajo pjesa që ceku i nderuari është e fundit, por besoj që edhe Aleanca do jetë prua saj, sikur çdo shqiptar tjetër që është në Kosovë. Do jemi edhe në protesta, po që nevoja, sepse mjaft është mjaft. Suksese edhe faleminderit. Faleminderit shumë për juve. Mirë. Zoti Krasniqi, po ashtu është me mua në një lidhje direkte, kandidat po për partinë e LDK-s. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Sa ka ndryshuar LDK-ja muajt e fundit? Nga shkurti tani. Ndryshime në aspekte të ndryshme, qoftë në formën organizative, qoftë në formën e reprezentimit LDK-s para opinionit, po edhe mbrana për mbrana vetvetes, ka një bashkim të gjithë përfshirës, jo vetëm me ardhen ose kthimin në shtëpitë e presidentes Osmani, po janë kthy edhe aktivistët dhe veprimtarë të vjetër, që nga themelimi e deri te ajo ndarja e parë që ka qenë ndarja e LDK-s në LDD, dhe ky bashkim ka sjellë një forcë të re, një dinamik të re dhe një zhvillim të ri, të cilën përhetoj një vetëm ne që jemi në veprim e sipër, qoftë si kandidat, qoftë si përkrahës, po përvrejnë edhe opinioni qytetarët që nuk janë në për parti politike, sidomos përvrejnë rivalet politik. Në tekst të veçantë është organizuar një version i veçantë sui generis në zgjedhje që për shembull PSD-ja të organizojë protesta para derës LDK-s, që është deri më tani ka qenë parti opozitare, dhe të agitoj për ndryrimin e opozitës e jo për ndryrimin e pushtetit. Zoti Krasniqi, a ka një lloj strategjie të re në këto zgjedhje LDK-ja ndryshe nga zgjedhjet e shkurtit? Po, ka sidomos në ndryshim nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, po edhe nga zgjedhjet e shkurtit. E para është kjo fryma e bashkimit, po bëhen përpjekjet edhe veprime konkrete që të kalohen fërkimet, qofshin ato të veprimeve, qofshin ato të mendimeve, të gjendet një rrugë përbashkë, po shihet se kemi të bëjmë me mbrojtjen e demokracisë, e cila po rrezikohet nga një tentim për ta dërguar vendin në një diktat një partijak, dhe kjo është tani një prioritet i jotemi i lidhjes demokratike. Sa mandate mendoni që merrni? Mandatet është pak vështirë të llogaritën tani, po ne kemi një rritje e pash para 2 ditë, një matje të fundit, e cila së pari i veçantë se dikon 10% janë të pavendosur nga qytetarët. Unë mendoj në analizën time që janë ata qytetarë që kanë votuar vitin 21, kanë votuar lëvizjen vetëvendosur për shkak se ishte edhe presidenti Osmani kishte kaluar në atë koalicion, ndërsa tash me lëvizjen e presidentes Osmani dhe kthimin në shtëpi, janë me dyshje se ata kthehen apo jo. Kjo nuk do të thonë se të gjithë ata që kanë lëvizur në vitin 21 janë me dyshje, po vetëm 10% e tyre. Dhe kur e hekim këtë 10% nga shuma e përgjithshme e votuesve që janë anketu, derse vetëvendosja është dikon 36% momentalisht. Nëse e kthejmë këtë 10% në përqindjet me parti tjera që për shembull janë rreth 25 dhe 21, edhe Aleanca është afër 8, prapë del vetëvendosja dikun të përqindja 14%, që i afrohet dikun 2% më tapë se me nënshtë. Se kjo çështja e përqindjeve është pak ngatruar për ata që na ndjekin, se nuk është se janë të gjithë njohur të mirë të rezultateve në të tillë formë. Po të lutem, më shpjego pak, do ishte i gatshëm për bashkëpunim me vetëvendosjen? LDK-ja apo unë? Ju personalisht. Unë e kom bashkëpunuar gjatë veprimtarisë time politike me të gjitha partitë që kultivojnë mendsinë bashkëpunuese në atë fazë që e kanë kultivuar këtë. Në radhë parë që më themelimin e LDK-s, sepse ajo ka ndërtuar këtë vijën e bashkëpunimit, duke nisur nga pajtimi gjithëkombëtar, mandej është kriju lidhja demokratike, ka marrë pjesë në
mbledhjen e nënshkrimeve të nevojshme për realizimin e funksionalizimit të saj. Kjo është fryma që është trashëguar nga LDK-ja dhe kjo është fryma dhe ushtimi që e marr LDK-n. Mirë po, në periudha të ndryshme, e mas pakti ka pas bashkëpunim me vendosjen, sepse ajo kultivon një pamendësi përjashtuese dhe e bën të pamundshme bashkëpunimin. Prandaj në Parlamentin e Ashëm do të bëhen bashkë mendësia shtetformuese, shtetëdërtuese dhe ata pa marrë parasysh cilës parti do t'i takojnë, do të bëhen zbashku që mos ta lejojnë që vendi jonë të rrëqet në një ngërç të kushtetutës ose një Mos ketë më një përsëritje të njëjtës situatë pak a shumë. Kemi, siç e tregoi zoti Çollaku, kemi një situatë pak a shumë të papërshkrueshme në kushtetutën e Kosovës, jo se gjykata kushtetuese tani nuk mund ta bëjë një interpretim funksional, po nuk kemi nevojë që gjithmonë të gjitha problemet politike t'i dërgojmë në gjykatën kushtetuese. Unë jam i mendimit për ata edhe do të punoj që të gjitha të gjuha përbashkë, të gjitha ata që e dojnë shpërndetimin të bëhen bashkë dhe ta krijojnë institucionet dhe të funksionalizojnë ato. Okej, zoti Krasniqi, ju uroj suksese dhe faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit, bëj thirrje që të votohen këto parti me këtë mendësi. Faleminderit, nuk lejohen këto, po s'ka problem. Tani bëjmë sikur të dëgjuam. Adri, luftoj korrupsionin, thot Kurti, do ketë zhvillim politik dhe forcimin e shtetit. Tani, do luftoj korrupsionin, e dëgjoj shumë të tezën në Kosovë që thonë do kontrollin të drejtësia, se thret prokuroria e tjere me radhë. Shqetësim nuk e ka, nuk e gëzon këtë lloj deri diku. Jo kontrolli, do thosë është fjalë shumë e madhe, po qoftë edhe komunikimi me drejtësinë. Ndryshe nga Shqipëria, sistemi i drejtësisë atje është ndërtuar, krijuar, konsoliduar fal ndihmës ndërkombëtare dhe konstrukti është i tillë i sistemit të drejtësisë që i jep shumë më tepër distancë edhe autonomi prej parlamentit edhe kryeministrit dhe qeverisë dhe ekzekutivit dhe ka një nivel të domethënës edhe vetë qeverisë. Dhe një ndër arsyet pse Kurti e shtiu vendin në këtë zgjedhje ishte pikërisht sepse nuk donte një kryeminist konsensual, një president konsensual, po donte që presidenti kishte një njerëz vetëm besnik, që është Albulin Axhiu, kryetari i kuvendit. Donte një notere për gjërat që dërgonte atje. Sepse edhe atë bëri faktikisht. Njeriu i parë që emëroi ishte i shërbimit sekret, AKI-s në Kosovë, dhe mandeu përpoq që të mbushte vendet vakante në Këshill Prokurorial, në borde të ndryshme institucionale, dhe të bëja ato transferime në sistemin e diplomacisë, ku duhet kundërfynar presidentit, por që Vjosa Osmani dikur s'e ka dhënë, me sa duket. Pra, duket qartë si që ka një interes të shtiri kontrollin Vjosa Osmani s'e ka dhënë muajt e fundit të tani tjemi konkret. Jo, janë konfliktuar. Se notere ka qenë dhe Vjosa, nuk është se. Në politikë të brendshme po jo në aspektin e kuadrit. Politikë jashtë kishin xhelozin pastaj, se kush kishte më shumë komunikim me... Në qëndrime kanë qenë njësoj, ata janë prishur për pazare emrash të përveçëm, sepse edhe Kurti ja glabroi partinë edhe e shkaktoi konflikt. Është dëshkrirës edhe lista guxoj që u krijuar nga Vjosa, tani ka Gërvalla, Gërvalla është konfliktuar, sepse edhe është partnere ose aleate e Kurtit, dhe po ashtu ish ministrat e Vjosa Osmani. Në këtë aspekt, ata kanë pasur fërkime në aspekt e emrave, po jo në qëndrime politike. Dhe kanë pas nevojë për njëri tjetrin, kështu që... LDK-ja është një çadër për Vjosa Osmanin apo një shtëpi? Kështë janë shtëpi nuk kështë ikur kur, unë shikoj si një lloj simbioze dy anët, edhe LDK-ja është dëshpëruar në pamundësi për ndryshuar liderin që ka kërkon leadership edhe shpreson që do kafshoj vota nga ato që dikur vetë Vjosa e kështë çuar te Kurti, dhe është një shpresë që kjo gjë, si thua, do edhe do psoj Kurti, po edhe do të arrijë më kemi deri diku LDK-n, ngele për të parë rezultati. Por që ajo që është thelbësore, mendoj unë paktën, është që ka një lloj sfilitje të dukshme në sytë e publikut. Po sepse Kurti ka pretenduar për një kohë gjatë që qeveritë e mëparshme kanë abuzuar, kanë pretenduar ai madje se do ndërtonte një burg 20 kate, sepse ai shumë njerëz do futeshin në burg, edhe tani po shohim që me kaq shumë vite s'kan nxjerrë skandale domethënëse, s'kan nxjerrë akuza domethënëse, kur ka marrë në dorë qeverisjen e komunës së Prishtinës, kanë nxjerrë diku te 70 dosje
Kur tani nuk ka rrezik, nuk ka akuza konkrete, dhe çka ka ndodhur është që nëse ka ndalë akuza nga prokuroria, ka ndalë faktikisht për ministrat e tij. Dhe kjo shpjegon faktikisht acarimin e tij për të kapur drejtësinë, sepse ka njerëz shumë afërti të lidhur drejt për drejt me të që janë të implikuar. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, disa palë zgjedhjet e kaluara, Çipa këtë herë, po e thon me zë e figurë, po ta vjerë edhe të kandidatët që kishin, që janë të gatshëm të ulen tryez dhe të flasin. Po sepse ka ndryshuar edhe objektivi me zgjedhjet e reja, ka ndryshuar objektivi i palëve dhe i aktorëve kryesor. Sot duket sikur LDK-ja ka një objektiv, nuk është pretendim për pushtetin, po është pretendim për një hise të pushtetit, dhe në rastin konkret duket që loja brenda LDK-s e ruan atë diversitetin e brendshëm për shkak se Vjosa Osmani përsëri e ndërton skemën e të qenit një kandidate për presidente. Por ende nuk është e konfirmuar tek e fundit nëse duhet një negociat midis LDK-s dhe vetëvendosjes. Për çfarë duhet negociata? Për postin e presidentit. Dhe kjo gjë po bëhet, ripotencimi ose e thënë rezultati. Rikthehet pra Vjosa presidente? Ajo e ka në qëllim, është tjetër gjë që sa e ka apo jo LDK-ja vetë. Kjo është çështje tjetër. Por në një moment caktuar, se nëse do negociohet diçka, ti thua negociohet roli presidentes. Padyshim ajo e synon këtë gjë. Dhe ajo kërkon të rikthehet në rolin e presidentes. Patjetër. Por mjafton LDK-ja duke respektuar maksimalisht si parti politike për të arritur këtë, pra e ka fuqinë ta vërë të kusht. Ka shumë rëndësi si do bëhet ndarja e mandateve. Ndryshe nga zgjedhjet e parakohshme të pararendse, këto zgjedhje praktikisht janë më përcaktuese për lojën. Kush është më kapriçoze, PDK-ja apo LDK-ja për të arritur një lloj koalicioni fjalë madhe? PDK-ja pëlos me koracën e të qenit opozita kryesore e vendit. E fitoi këtë zgjedhjet e kaluara për ta pasur këtë lloj. Dhe po ta shikosh se ka një lëvizje brenda dy forcave të opozitës, një lëvizje Vjosa Osmani u fut brenda LDK-s dhe nga ana tjetër Fatmir Lima i po shkon tek PDK-ja. Dhe kjo krijon përshtypjen perceptimin e rrem të një asimetrie. Po në fakt nuk është kaq simetrike, sepse PDK-ja de facto po bën lëvizje ose më saktë Fatmir Lima i shkon ke PDK-ja që është brenda habitatit vet, edhe nga pikpamja e identitetit politik, edhe nga trashëgimia politike. Tek Vjosa Osmani ka diçka tjetër, se pati historinë e plankprishëses dhe pastaj është një rikthim, por nuk është më një rikthim për të qenë bi në parti, po është një rikthim me pretendimin për të qenë në udhëheqësinë e lartë politike. Do të jetë faktore, sa ka këtë fuqi Adri? Dhe këtë nuk e pranojnë. Ajo ngjelet për të parë, sepse tani është periudhë fushate dhe nevoja. Pra në vogëlsinë është problemi madh. Ka qafër, me këtë lloj zgjedhje të parakohshme, është kaq e madhe nevoja për të rimëkembur sa ai konflikt i që nisi që me dorëheqjen e inskenuar të Lumira Dixhikut, që ishte, po jap gjas me dorëheqje, po ma konfirmoni juve. Bashkëpunimin e partive si nevojë e popullit, lutem. Jo, të shpjegoj nevoja tyre e dëshpëruar për të dëmtuar Kurtin edhe për të shtuar votat e veta. Jo, as pak. Domethënë, duke qenë se po dukesh qartë azi që po shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme, ato inate të akumuluara brenda LDK-s janë lënë për një kohë dytë. Qoftë konflikti i brendshëm dhe fakti që Lumira Dixhiku dha dorëheqje si për show edhe mandej donte ta konfirmonte dorëheqjen me Këshillin qendror që vetë kishte emëruar, dhe si për faktin që aty u kthye Vjosa Osmani, e cila i kafshoi ose isha faktor kryesor që e përçau LDK-n dhe ja çoi votat Kurtit. Pra, gjithë kjo gjë ngjelet për të parë pas zgjedhjeve, sepse ky konflikt, ky mbledh i brendshëm është, si thua, është lënë në gjumë deri pas zgjedhjeve për shkak të një gjëje më të madhe. Dhe sepse përfitimi është i dyfisht. Përfitimi nuk ka të bëjë vetëm me potencialisht rritjen e LDK-s, por ka të bëjë që i ikën një farë mbështetje Kurtit. Gjë që është dyfish krahasim me PDK-n që e merr Fatmir Lima, por Lima nuk ka qenë me Kurtin, domethënë ka pasur diku te 5000 vota në zgjedhjet e kaluara, ku nuk kaloi dot pragun në dhjetor. Pra në këtë aspekt fitimi edhe është e tekalon atë mbledhin që kanë aty brenda dhe pas zgjedhjeve ngjelet diçka për të parë. Si mandatet, kush fiton? Po nuk mund të bëj orakullin këtu me. Po e keni bërë më përpara unë çast kam dëgjuar në këtë studio, dëgjoja do bëj Betri Hamza kryeministër. Jo, po Betri Hamza do bëj kryeministër në qoftë se LDK-ja do ishte pranuar. Kështu që guxo.
të pranonte të bënte një blok alternativ dhe të respektonte votën e qytetarëve, të cilët nuk ja dhanë 51%. Guxojmë pak tani, merr përqindjen më të madhe Unë guxova pak më vetëvendosja. herët, unë thash që do kemi një përsëritje të rezultatit. Në rastin më të mirë për Kurtin, edhe u shpjegova ndryshe nga të tjerët, që thash që do kemi situatë pat, ose remi jo pat është më saktë, remi të bllokuar në shas, sepse ç'a ndodh me Kurtin, Kurti vetë se bëhet presidentin, por pa Kurti nuk zgjidhet presidentin. Domethënë do duhet që Kurti të bjerë poshtë 41 deputet që të anashkalohet nga procesi i zgjedhjes së presidentit. Në fillar e thana, prandaj edhe është ky ton ndryshe, sepse shansi për të krijuar një qeveri alternative me 51% e opozitës humbi viti kaluar. Jo humbi viti kaluar. Tani edhe po tjetë një lloj vullneti i opozitës për të bërë bashkë, edhe po të ndryshuar mendi Lumiri që atëherë refuzoi, prapë se prapë do duhet të zgjidhet çështja e presidentit. Megjitherë, pra në këtë aspekt është edhe pamundur tani me, kështu që kjo është edhe pozicioni komodi i Kurtit që është i pa anashkalueshëm për të zgjidhur presidentin, se nuk bëhet fjalë vetëm për të zgjidhur 51% të kryeministrit, por bëhet fjalë për të pasur 2/3 në kuvend, mjaftueshëm quorum që të mund të zgjidhet presidenti. Pra kjo është situata tani dhe nuk kam shumë rëndësi se sa do marrë Kurti, në kuptimin që ai 2/3 do t'i marrë dot kurrë. Të merremi vesh, domethënë dhe kuptohet që edhe rezultatin e dhjetorit s'mund ta marrë kurrë, sepse u demasku tashmë rezultati i dhjetorit. Rezultati i dhjetorit ishte i atill sepse u inskenu ajo datë në mënyrë artificiale, me shkelje të kushtetutës që bën enkas për të zvarritur procesin gjykatë kushtetuese, me pjesëmarrjen e presidentes asaj kohe Vjosa Osmani, që t'ja mund çon 20 dhjetorit. Tani ajo çështja është tani situata që kjo nuk do kemi të njëjtët prezencë të diasporës. Kush i fiton mund të mos qëndrojë sepse ne dim kush do fitoj shumicën e votave të zgjedhjeve. Kush është faktori, pra pas vetëvendosjes, kush është numri 2? Atë s'ka pikë pyetje që është PDK-ja. PDK-ja thua. Absolutisht, sepse zgjedhjet e kaluara treguan që ishte e dyta, pra PDK-ja. Pra ajo që ndodh në Kosovë është që nëse këto zgjedhje janë ndryshe nga të shkurtit. E para ke një Vjosa Osmani në fushat, e dyta ke një LDK që është riformatuar me vetën. Nuk është riformatuar, nuk ka ndryshuar asnjë gjë aty. Me vetën thash. Ka sjell Vjosën. Po, ka sjell Vjosën edhe më Pra, sigurt. nuk ka ndryshim, thua fare. Po shikoj, të merrem vesh diçka që është shumë e rëndësishme. Shkurt jo gjatë, po. Në sytë e qytetarëve, Albin Kurti në pushtet e ka sjellë vendosjen e ka sjellë LDK-ja. Në 2019, ka qenë koalicion bashkë. Okej, kështu nuk harrojnë. Në 2021 prapë LDK-ja dha votat prezente me quorumin Vjosa Osmanit, që të pastaj Albin Kurti me Vjosa Osmanit të shtinte çfarë mund të kishte në dorë institucione. Po ashtu Vjosa Osmani, që është bartësja e listës, ishte ajo që në 20 dhjetor i dha datën Kurtit që të marrë një shumicë thellë. Kështu që për opozitën shumë e qartë që votat e LDK-s mund të shkojnë lehtësisht tek Kurti, kurse votat e vetëvendosjes nuk ka shkuar asnjëherë tek Kurti. Pra nëse ka një sentiment kundër vetëvendosjes, ai sentiment mund të shkojë vetëm tek PDK-ja, se LDK-ja ka treguar në të kaluarën që është gatshme ta mbështesë Kurtin. A është PDK-ja partia rivale? Pra nëse s'do të votosh Kurtin, voton PDK-n, më lehtë se sa LDK. E thotë vetë Kurti këtë gjë. Po, ato janë dy partitë më antagoniste në raport me njëra tjetrën, krahasuar me LDK-n. Për shkak të historisë? Jo vetëm për shkak të historisë. Edhe për shkak të marrëdhënies së leadershipeve. Leadershipi i burgosur dhe leadershipi në detyrë i PDK-s. E shet diçka si thaçi Kurti? Po, padyshim. Madje kjo është një barë penguese në thonjza për vetë PDK-n, sepse është thia e udhëheqësit burgosur që... Gjithsesi jam e bindur që pas këtyre zgjedhjeve ditën e diel, sido që të jetë rezultati, Kurti nuk do quajë askënd hajvan, sepse padyshim që do t'i duhen në ta. Dhe nuk do marri rezultatin e dhjetorit. Nuk do e marri. Absolutisht, sepse... Si ka mundsi sa vjen e bie? Jo, por ka qenë një skenim, sipas exit polleve, në dhjetor, në datën e përcaktuar prej tij Vjosa Osmanit Enkas, ka pasur diku te 17.5% të pjesëmarrësve që kanë votuar fizikisht kanë qenë diasporë. Në shkurt ka 4.5%. Nuk ka se si të ketë, sepse banorët nuk mund të ikin ende se pushimet verore të fëmijëve të tyre fillojnë në fund të muajit, dhe po ashtu diaspora nuk mund të vijë ende se pushimet të fëmijëve të diasporës, të cilët ai kanë rresht, edhe votojnë masivisht. Faleminderit shumë, Adri. Shumë faleminderit, Çipa. Faleminderit, kënaqësi. Do të shohim se si do të shkojë rezultati të dielën i zgjedhjeve në Kosovë. Publicitet, kthehemi pas pak.